edhe shqyqy jam këtu në Kosovë. Kur e qelë drejtarin, era e Obeliqit. Era është e njëjtë si para 40 vjet, edhe kam lyp me u këthy në Kosovë, kam shku në Beograd, kam luftu, kam dash me najtë në Kosovë, s'me ka njanë. Kemi shku që Shabani, restorant këtu në Kojshi. Hello Shaban! Kam rajet katunar, kanë jetu në Katun. Bili kanë martu gati me mësi, dasma 20.000 euro, deri 50 kam pa dhe 60.000 euro. Tash kanë gjesh është bosi dasëm. Me fustanët, unë jem Gjenet Rajnek, jam Amerikane, 71 veçare, kam jetu në Kosovë moti, do thot prej 81-shës jam ardhë si antropologe, edhe kam jetu disa vjetë në qatë kohë me kry magistraturin me bohullëm tim në përkatundit Kosovës. Masën e në fund e vitit 80 kam punu për doktoratën në antropologji, ma shumë në poj kam koncentrua dhe tema ka qenë gyrbet, sidomos me koncentrim në Nopoj. Tani në vitin 90, jam ardhë gjithë me djallin them, kemi ardhë së bashku, ka qenë i vogël, kemi ardhë në 94-shën jemi ardhë në Kosovë me punu dime humanitare, Oxfam, prej Anglis, më ka thirë, masë që po flasë Shqip edhe kam, e njof Kosovën, më kam thirë me udhëhec një dime në komunën e Vitis atje. Edhe aty kemi qenë një 4 vjetë, deri sa Serb në kanë përzon, prej vendit. Tani kam këthy në Amerikë, edhe prej 97-ën deri të vitin e kaluam, kam jetu atje dhe kam punu për organizatët të ndryshme BAMIRS, do thot International Aid Organizations, Humanitarian Aid, dime humanitare. Qajo ka qenë puna ime. Kam kriju një organizat aty në Kaliforni, se quhet World Dance for Humanity, do thot vale botnor për humanitet. E krejt pare, unë kam dhanë vale 6 ditë në javë, 13 vjetë në Amerikë, në Kaliforni. E krejt pare që kemi mujnë me bledh prej valtarëve, prej klaseve, prej donatorëve, kemi që në Rwanda edhe në Ukrajine. Kur ka nisë luft, kemi nisë në Ukrajine. Do thot, puna ime kryesore, tash jem plak, puna ime kryesore është në Rwanda, në Afrikë, edhe në Ukrajine. Po masë që kam kriju qatë organizat në Kaliforni, edhe kam lando njërë që për një mend din me udhëhec, bashkë kemi punu, e tash kam mujnë me lanë ata me udhëhec programin tonë, edhe valet, edhe krejt në gjarje që bëjmë atje. Qëfar lloj vallëzimi? Vallëzimi është ndërkombëtare, prej rock and roll and pop, deri të Afrika, Indie, Ballkane, Shqipnie, Kosova, gjithkon. Edhe valle shqiptare? Edhe valle shqiptare, gjithmonë, po. Edhe do thot ato Amerikanët kanë mësu që s'kan ditë hiq me vallëzu, e kanë mësu ato valle, edhe është një farë gëzime madhe, se janë të i kësy, kanë shoqni të re, po edhe janë të i bo diçka humanitare gjatë këtë arktim. So, do thot, vitin e kaluam kam mujt me lanë qatë program që kam kryu atje, edhe me shku kudu në botë. Vikësyre dikuj tjetër? Yes, edhe jam, I don't know, jo si plan intelektuale, diçka veç për barkut, kam një inspirim, po, kam një vetin me u këthy në Kosovë. Kam vetë familjen, kam vetë shoqëria, edhe ata kanë thënë, po, shko. Në vënd ti jeton vetë këto, e familjen e ki në Amerikë? Krejt, djali kam menusin në New York, në Yonkers, New York. Hello, Yonkers. Shqiptare ka 20.000 shqiptar në Yonkers, New York. Edhe unë do të vib stash aty, po du me taku me shqiptar që jetojnë aty. Veç nese, edhe familje tjera, familje Margjane kam në San Francisco. Do thot jemi edhe ashtu, unë kam jetu në Santa Barbara, djali në New York, familje në San Francisco, edhe në Meksik. Do thot, edhe ashtu kemi qenë shpërnda. Do thotë, unë jam kaq larg jam prej djalit prej Kosovës, njësoj prej Kalifornisë, do thotë tonë ditë me udhëtu. So, edhe jam ardhë vitin e kaluam, edhe më ka pëlqy kaq shumë, kam jetoj në qendër të Prishtinës, jetoj vetë, për herë të parë në jetë. Kur në jetë kam jetu vetë, se gjithmonë kam pas Qiragjiu, se s'kam mujtë me pagu vetë një shpi, po e kam pas, po tash
e kam një mundësia me kriju shoqni të re edhe me bashku me shoqe që kam pas prej 80 nishës. Do thëtë, Nuri, Dushe, Melisa, krejt ato, në poj në rrugov, në has krejt ato njerë që kam njof para 45 vjetë, e njof o pet. Do thëtë, është një fargëzimi thellë i madhe me bashku, ne jemi si motra, ne kemi një marrëdhënie shumë thellë, plus kam shoqe të reja, edhe ne jemi bashku tash me World Dance Kosovo. Do thëtë njëjtin princip, vjen me pas 6 herë një javë vale, ne kemi 3 herë një javë. Do thëtë shtunën e mëngjes të hanën edhe të mërkurën mbrëmje, ne kemi vale. Edhe njerëz vale, edhe vale kosovare, si princip, edhe vale të Shqipnisë, që gati kur kush në Kosovë nuk e një vale të Shqipnisë që janë ma shumë, edhe vale të Maqedonisë, Greqisë, Italisë, Afrikë, gjithkon, Ukrajinës. Unë e di krejt ato, se unë se prej femërisë jam valtare, edhe në fakultet kam gjanu qatë njohurie, kam vallëzu vetë valët Afrikës, të Indisë, të Egipt, të Central Asia, do thotë Kazakstan, edhe Georgia, Gruzia. Do thotë, e kam përvoj, që përvoj e kam, edhe jam në lekurin e vetë kur vallëzoj vale bonare. Po bisedoj me njerë, që ka këtë Kosovë? Duhet me thonë një anekdot. Tash kam qenë në det. Kam qenë në Adriatik, se kam pas një konferencë në Korčula, që është nalë prej Dubrovnik. Vën maj bukur në botë, ama qëfar ujë, qëfar deti, qëfar bukuri natyrore, qëfar koha ka qenë dil, nëzet, bukur. Unë një javë ditë kam najtë aty në një konferencë. Kemi shku në përmes Mirdite dhe Ulqin tani natë. Edhe kur jam ardhë, autobus ta natën e lumë prej Dubrovnik, në përmes Maledzi, në Vërmic, do thëtë, ta natën kam u në autobus. E kur jam ardhë në Vërmic, e kur kam afru zhuri, që tranzicion për prisërën, jam që edhe thash, edhe ka qenë moti ftoftë, mjegull, qytetet, jotë bukur, qatë rrugës, edhe thash, shqyqy jam këthy në Kosovë. E ka qenë moment shumë kritike për mu, se kam një krejt trupin jam shu, kam relaksu, kam qenë në Kroaci, qëto send është perfekt, as një grim bërlog, as një cigare, as një sop, nothing, në krejt Kroaci, s'ka aty në tokë, veç bukuri. E kur jam marrë në Kosovë, thash, edhe me krejt probleme që ka Kosova, prej A deri në Z, sa jam marrë me lezetë, me dashuri. Me përgjegjë pyetjen tonë, çka ka Kosova, është një lezet shpirtnore, diçka që nihet në atmosferë. Djali jam ka jetu si fëmijë këtu, i ka ardhur këtu verës me më vizitu. E kemi hecë sheshin, e tani kemi shku në malë në poje. Sen edhe I thought, oh mom, this is really great. Edhe I vet ka një, që ajo sene që nuk përshkruhet, që është një farë lezet, njerëz, ngrohtësie, ritmi jetësore, natyre, që unë çdo javë, se kam këtë program në KTV, javore, Amerikani përsëri në Kosovë, quhet, çdo javë po shkoj dikën, do thotë po shkoj në për vende malore. Edhe jam e kyçën shumë me të kaluarën në Kosovë, do thotë, qaj përvoje që kam pas gjatë vitit edhe, sidomos të edhe të nishin, jam marrë më njëherë mas demonstrata, ma unë kam përjetu, koha ma keq në Kosovë, tani në vitin 90, kam punu në përkatunde të komunën e Vitisë të Gjilanit, edhe ka qenë katastrofë, ka qenë këtu, po unë kam përjetu ato, edhe hala kam qatë djenje, qysh ka, një farë bukuri shpirtnore, një farë forcë shpirtnore, shqiptare atëherë, ka qenë unitet ka qenë i fort, jo si tash. Po unitet ka qenë diçka që kënë mujtë me përjetu edhe në kushtet më të vështira. Ti do me thonë, nuk ke qenë në Kosovë kur
është bë lufta. Jo, më kam përzon, s'ka mujt. Unë kisha darë, unë kam mendu që djali im kam shku në skopë mesme këtu. Kemi ardhë në vitin 90 me najtë për krejt, po 97-ën kam shku në sup, do thët në polici, në milici, edhe me kanë shkru deny, do thët nuk mundesh me qëndëru out. Edhe kam lyp me u kthy në Kosovë, kam shku në Beograd, kam luftu, kam dash me najtë në Kosovë, s'me kanë janë. And so, unë nuk kam ditë kur, tani jam kthy mas luftës, 2002, edhe kam pa qysh ka, ndryshu qëto sen. E qështu jam shumë e gëzu që jam këtu, edhe deri sa kam shnet, deri solid, jam këtu, I don't know, shumë... A ndonë më u këthyrë në Amerikë? Heq, duhet me personalisht, as që jam këtu që një vit e disa muj, jam këtu tash, as një ditë më ka rranë men që duhet me u këthyrë, as një minut, as një sekund, s'ka mendu, ma mirë në Amerikë, as një grim. A ka njerës që dojnë me shku në Amerikë, mësë me jetu në Kosovë? Krejt, ama veç kuptohet që në Amerikë tash, krejt shoqet e kam në Amerikë kanë lakmi për mu në Kosovë, se tash situatë në Amerikës kaq keq me këtë regjim që kemi tash, që kërkus për donë mi jetu atje. Ama do thot ata që nuk janë me regjimin. Edhe ka që vështirë, ka depresion në familje, në për shoqet, ata nuk mundin me ballafaqsu se ata sene që ne në gjenerata ime, ne kemi luftu për drejtat e njeriut në Amerikë, do thot mes gjinore, edhe imigrantit me pas drejtat. E krejt që ka kemi luftu, 50-60 vjetë, ka shku poshtë. Edhe vështirë është me jetu në Amerikë tash. Sa i përket njerëzve... Sidomos për tuajt. Sa i përket njerëzve në Kosovë, qësh janë njerëz? Well, kultura... I mean, I don't know, opet po thëmë që, përsëri po thëmë që, është pa përshkrushme. Ama ka do piket të shqiptare që janë dopt, shumë gjeloze, sidomos në disa vende, disa regionet Kosovës, gjelozi është shumë i theksum, edhe në profesionet i ndryshme mes njerëzve. Jo, si jam të i thonë veç meshkuj për gratë, po gjelozi profesionale, gjelozi që ku jemi të ku, gjelozi në politikë, gjelozi në qëto send, ajo është një send shumë i dopt që ka të shqiptare, edhe unë e rri me njerëz që nuk kanë gjelozi edhe që nuk janë ka kokë fort edhe kuk fanatizmi nuk paraqitet. Unë e di tash ku me najtë me kanë. E në cilat vene ma shumë shkon në Prishtinë? Well, në shesh, në qendër, se kam jetoj këtu ofër, nuk kisha me pas me jetu në periferit Prishtinës, nuk isha jetu këtu, se qendër ka qatë lezet që ka pas pare 40 vjetë që unë e njo. Për shembo, kur vjen dimni, kur kemi një tash dimni pak, kur e qelë drejtarin, ere Obelicit, dhe qëfar kujtime, edhe sa ere keq është, po prap se prap, era është e njëjtë si para 40 vjetë era Obelicit, veç dimnit, nuk nihet ka shumë verës, por dimnit dhe është, Kosova ku je. Duhe me thonë që nana ime edhe gjysha ime në anën e nanës, ata kanë qenë katunar, prej Nebraska. Ato që shqiptarë që jetojnë në Amerikë, në qendër të Amerikës e din ku është Nebraska, taman qendër të Amerikës. Hala është një shtetë me shumë bujqësie, nese. Prejardjet mje janë prej Nebraska, kanë jetu në Katun. Bili kanë martu gati me mësit edhe kanë shku si... Edhe në Amerikë ka? Well, janë taku një herë, kanë shkru letra gjysha ime, kanë shkru letra 2 vjetë, e tani janë martu. E tani kanë shku në Idaho, në homesteading, ka qenë në vitin, në fillim të shekull 20, qeveria e Amerikës ka pagu, ka dhanë tokë, njerë që kanë thanë që ne shkojmë në ato vene ku ka pas krush, do thëtë zbrast, tokë. Edhe kanë ofru me shku atje, me bo një fermë, edhe me bo e prodhuse, kanë mujtë me marë qëtë. E gjyshet mjetë kanë bo qëtë në Idaho. Nese, du me thonë që unë e di që kam
e kam DNA, do dhe kam rajet katunar. I don't know. Edhe kur jam ardhur në Kosovë në 80-ën, kam jetuar në Bregdili, por në koshi e katunarve, prej Gollakut edhe prej anës Moravës. Do dhe edhe ma shumë kam jetuar me ata dhe ma shumë kam hangër pasull, lakna, byrjan kemi thënë, tash nuk thojnë byrjan ka shumë, oriz me mish. Me mish, po. Edhe kuptohet edhe pita me lakna po më pëlqen më shumë. Do thot, ato sende që kam hangër në fillim, para 40 vjet, ato sende hala po më pëlqen, tamam ushqim ma thjesht, shumë e sheshishme për mu. Bile Kordiali ka ardhur në Kosovë, në gusht, do thot kur më ka vizitu. Më njëherë kemi shku të Shabani, restorant këtu në Koshi. Hello Shaban. Kemi hangër edhe djalli dhe, oh God, oh yeah, oh, ere Kosovës kur ka hangër. Oh, knaq, edhe ati e ka ra qatë, I don't know, melosi era, I don't know. Një mesazh për Kosovën, që ku jemi të statue e Skenderbegut? Qdo dit po kaloj Skenderbegu. Edhe Skenderbeg, ku je? Unë kam një farë, I don't know, një farë lidhje me Skenderbeg, se ai ka dasht, edhe ai ka thënë, unite the clans, bashkoni klanat, fisat. Bashkoni ju me mujt me, me shpejtu prej automonit, nese. Edhe tash kisha thënë, mos haro çka ka thënë Skenderbeg, ju jeni kaq në domës, çdo njeri po lufton me njeri tjetër, janë shumë faksionalizuar ju jeni. Edhe ju me mujnë me pas me të ardhmen më të mira, ju duhet me dëgjuni njeri tjetër më mirë, edhe me heq çat faksionalizmi që ju shkatron, që është shumë keq. Edhe dje një shok më ka thënë, where is the happy place, the comfortable place of Albanians? Do thot ku janë ma komfort, është ma rahat, është kur janë to complain, me kukat për diçka. Jo me ndreq diçka, po me kukat. Po e kanë një farë presion edhe e pukasin për diçka, aty e gjinë vetin. Edhe për mu, më vjen keq për qëta, mendoj që njerëz edhe ju jeni të mendu që Kosovë është në pozitë keq në shumë aspekte, se jeni të i krahësu gjithmonë me Zvicër, me Suedi edhe me Gjermani, Austri, kurse ju keni mbri kaq shumë. Është e pamundshme që keni mbri për 25 vjet. Ti e din mas mire, tu e di që je konë në qatë kohë, vitet 80. Edhe unë mendoj, kam shumë shpresë në shqiptar, se janë shumë me klikera për biznes, çka kanë mujt me mbri, edhe jashtë, edhe këtu, businessmanë të mdhaj, ose të cili ka mujt me përparu, jam shokerat, ama ju keni një farë genat për qëta. Shqiptare për një men kanë mundësi veç qatë gjelozi me mujt me shkri, tani po shkoni për një men për parë. That's my advice. Sen maj parë për mua është, mase që po shkoni për Katunde, po shof shpije të mëdhaja, të bukura, ma bukur se në Amerikë, zbrast. Do thot njerëz vinë 2 javë verës, 1 javë për vitin e ria, diçka. Po kryesore ata rrinë zbrast. Në Amerikë, ju që jetoni në Amerikë, ju që keni familje në Amerikë, e dini që kjo nuk ekziston në Amerikë. Nuk ka në Amerikë gati asnjë banes, as shtëpia zbras. Ne s'kemi pare, ne s'kemi llogari me pas zbras një vet, veç ata me shumë parë, veç njerëz normal, kur kush nuk ka. Mos me dhanë, edhe me ndërtu që ato shtëpia, ne po thojmë në antropologji, the myth of return, që do thot mita e kthimit. Do thot njerëz që janë atje në Gjermani, Austria, ku janë, të mendu që diqysh familje ka me u kthy, diqysh krejt ka me u kanë, edhe duhet me pas, dhomë fjetjes për krejt djemët edhe nuset, edhe dihet, me men dihet që nuk kanë me u kthy, vetëm verës, edhe tash edhe verës nipat tash po nisim me preferu Italia, Spanja, nuk vinë gjithë. Edhe mendoj që me dasmat, edhe shtëpijet të mëdhaja, që janë, është ekonomia e dekun.
njësoj me dasmat. Se njerëz e bojnë dasmat që kushtojnë ma shumë se në Amerikë, ku ne kemi rrogat shumë ndryshe. Dasma 20.000 euro, deri 50 kam pa dhe 60.000 euro, që edhe njerëz që nuk kanë duhet me punun jashtë vetëm me pas gjatë dasëm, se këshie ka bo gjatë dasëm, që ajo më vjen ma keq, kur nuk shkojnë hotel në dasëm, kur, se ka shumë alergji e kam ndaj dasmët, qatë pare duhet me investu në Kosovë, duhet me investu në një biznes të vogël, a diçka që prodhohet ardhmëri e Kosovës. Investu qatë pare që për ndryshe investojnë dasme, për mundet me bo një dasëm shumë i bukur, me pak pare e thjesht me pak pare që mundet me pas njëjtin domethënie, edhe me bo qatë ekstrem, dasme ekstreme, edhe Kanagjet, përpara Kanagjet ka qenë një dhomë fjetje e nusës, ose në oda, me ato shoqet edhe familje e nusës. Tash Kanagjet është bo si dasëm, me fustanët. I don't know, I just hate it. I kam allergi se Kosova i vën me zhvillu në mënyrë logjike, me logjike, edhe mu kanë fair, edhe tenderat mu kanë fair, se kam bajgi shumë tenderat që kanë qitë që nuk kanë qenë fair, që ato sene nuk di mbrenda 25 vjet, halja se kanë dreq, shëndetësia këtu, arsimi është problem, po edhe qaj korupcion ka ra, sigurisht ka ra, po halja e ka edhe dëpërton. And po thojnë që Finlandi është vend ma i lumtur, njerëz në Finlandit, janë njerëz ma lumtur në botë. E pse? 2 arsyre. Se dalin shumë në natyrë, kanë natyrë të atashëm, edhe ju po dini, ju keni natyrë, po ata kanë shumë janë angazhuar në natyrë. E dytën, krejt kanë besim në qeveri. Do thot paguajnë gjysmë e rrogës shkojnë taksat, që sa vjet në Skandinavje paguajnë gjysmë e rrogës për taksat, e nuk kukasin as një grim se e din kanë besim në qeveri ku shkojnë atë pare. So anyway, those are my messages. Ato shpijet sa ma modest, dasmat sa ma modest. Me investu që në diçka që njerëz mundet me gjetë punë këtu, diçka interesant, diçka prodhuese, diçka sukseshme. Thank you. Edhe jeni të mirë se ardhen gratë 3 herë në javë të shtunën në mëngjes në infrashi, të hanën edhe të mërkore në mbrëmje, në shota, është krejt ose në Facebookin tem, ose World Dance Kosova, është në Facebook, mundë me marrë informar. Gratë nuk din fare me valzu, në moshën tonë, diri të mosha ime, krejt po vinë pavarësisht prej background, prej kush janë, tek janë, kur spje 5 pare, veç po doj me argëtu edhe mu knaq me një grup shoqet të reja që ashtu është shumë, edhe për fiskulturë shumë një farë bukuri që afroj gratë Prishtinës.